Kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Elisa Spiropali ndodhet në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryetaren e Kuvendit të Bullgarisë Natalia Kisilova. Gjatë fjalës së saj, Spiropali u shpreh në bashkëpunimin midis dy vendeve është intensiv. Kryetaria e Kuvendit vlerësoi gjithashtu përpjekjet e Bullgarisë për fuqizimin e nismave rajonale. Marrëdhëniet politike midis Shqipërisë dhe Bullgarisë janë shumë të mira, të forta, të qëndrueshme dhe pa çështje të pazgjidhura mes nesh. Kryetares Kiselova i shpreha gatishmërinë tonë për të vijuar bashkëpunimin e ngushtë dypalësh ndërmjet shkëmbimit vizitave politike të nivelit lartë. Ne vlerësojmë mbështetjen e fortë të Bullgarisë për integrimin evropian të Shqipërisë dhe kemi bindjen se kjo mbështetje do të vijojë edhe për planin ton ambicioz për përfundimin e negociatave brenda vitit 2027 dhe antarësimin bashkimin evropian brenda kësaj dekade. Mbështetja e Asamblesë Kombëtare dhe personalisht e kryetares Kiselova do të jetë një garanci më shumë për këtë qëllim. Ky objektiv yni shkon krah për krah me prioritetet e agjendës komisioneres zgjerimit Marta Kos të prezantuara në Komisionin e Marrëdhënieve me jashtë të Parlamentit Evropian. Ne kemi besim në mbështetjen e Bullgarisë si një vend antar dhe në mbledhjet e Këshillit të Bashkimit Evropian. Shqipëria ka bërë thirrje për një proces të përshpejtuar të antarësimit në familjen europiane, i cili është i rëndësishëm jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por edhe për vetë Bashkimin Evropian, nëse mbajmë parasysh pasojat dhe implikimet e luftës Rusi-Ukrainë, Ballkanin Perëndimor dhe në kontinentin evropian tërësi. Kryetaria Spiropali ndër të tjera gjatë fjalës saj tha se Bullgaria është një partner ekonomik i Shqipërisë. Ajo shtoi se të dyja vendet do të vazhdojnë të mbështesin luftën e të drejtës dhe sigurinë e Ukrainës.